Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi këtë të njëjtë konferencën periodike mujore, ku prezantoi performancën fiskale dhe ekonomike për tremujorin e parë të vitit 2026. Ministri theksoi se vihet re një rritje pozitive e shifrave krahasuar me 2025-ën. Gjatë tremujorit të parë të vitit janë regjistruar 13.825 punonjës më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, si dhe theksoi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë. Për sa i përket të ardhurave totale për periudhën janar-mars 2026, ne arritëm të realizonim 205.1 miliard lek ose rreth 2 miliard euro. Këto të ardhura janë realizuar në masën 105.8% të planit të periudhës dhe nëse do t'i krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, kemi mbledhur rreth 13.3% më shumë të ardhura se sa tremujori i parë i vitit 2025. E përkthyer në shifra, të ardhurat që kemi realizuar për gjatë këtij tremujori, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025, janë 250 milion euro më shumë. Në planin e tregut punës, për gjatë këtij tremujori, kemi të regjistruar 13.825 më shumë punonjës të rinj se sa krahasuar me tremujorin e vitit 2025. Gjithashtu për gjatë këtij tremujori edhe si rezultat i fushatave sensibilizuese që kemi bërë në sektorin privat, kemi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe po t'i referohemi fashave të pagave nga 70 deri në 100.000 lek, kemi një rritje me 25% pra të këtyre fashave të deklarimit të pagave, pra brenda këtyre fashave, krahasuar me marsin e vitit 2025. Dhe nga ana tjetër, kemi rritje të deklarimit edhe për fashat nga 100 deri në 120.000 lek, ku rritja është 26% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Malaj u shpreh se institucionet po monitorojnë vazhdimisht situatën dhe reagimin e tregut ndaj rritjes së çmimeve, veçanërisht të karburanteve. Ai theksoi se qeveria duhet të fokusohet te shtresat më vulnerabël, sa herë ndërmerren masa apo ndërhyrje në treg.